Qa natyre jeti? Je I errët? Je depresiv? Je pesimist? Se zakonisht njerëzit inteligjent kanë prirë që kam një lloj cinizmi kështu që më sapo të komplimentoj tha inteligjent. Përveç se e komplimentova që as më porti fare, po nuk jam kështu kam fjalën që depresiv, jo, më pëlqejnë gjërat e bukura, më pëlqen bon vivanca, më pëlqen. Më thënë jashtë kësaj gjë jam kështu, jam fush me lule, sigurisht që stërmendoj shumë. Jam I çik cinik her pas here, nuk e di pse. Cinizmi nuk I ik dot. I qenë lëkut që krijon njeriu në njërë. Kus po jo, nuk jam kështu. Ka ardhur rastësisht apo mund të bëhem në njërë mizantrop, nuk e di. Nuk e di. Po jo kështu depresiv I errët. Nuk besoj. A ka ndonjë historik pas kësaj? Pas kujt? Pas cinizmit, po themi. Nuk e di, ndoshta ma ka kaluar I mat. Kolonjarët janë në përgjithësi shumë satirik, ironik. I matë shofer kamioni, nuk është ndonjë pedagog. Parsa I ma ka kaluar pasionin për libra të paktën. Janë kujtimet e vetme të lumtur. Ai mbajmë me babin ai që punonte larg me kamion, edhe vetëm momente që më pëlqenin ishte kur shkonin në bibliotekë bashk. Po edhe ai gjithmonë ironike kur ham në dark thotë ndonjë gjë jam kështu dua të fut në pirunë. Dua shumë. Ja ke marrë cinizmin, dhe ja ka. Po unë ndoshta nga që kam lexuar çik më shumë është kthyer në cinizëm edhe kam ndonjëherë në një kështu në mizantropi të lehtë, por jo, nuk jam kështu I errët. Interesante. Jam rob shumë interesante, po ndonjëherë pas intervistës. Cili ka qenë momenti yt më I errët? E di që duket si këto pyetje tipike të intervistave, po. Si I errët? Më I vështirë, më depresiv, kam patur I moment në fakt, një. Të 20-at ashtu janë se janë audicion për personalitet, po. Sa bukur e. Kjo ishte e bukur. Real mo direkt këtë. Jo, kjo është për real direkt. Ka qenë një moment, kam qenë 24 vjeç, thjesht e mbaj më që bëra atë ditëlindjen e 24, po pija bar me bark, duke pirë birra, as punë, as gjë. Vendosa të ndërshkoj veten I ka kështu punova në traget një 3 muaj. Në Kroqer, këto. Jo, Kroqer ishin nga këto tragetet më kështu bën një linjë France Spaj Marok, pastroja halet e këto gjërat. Edhe u kënaqja se nuk është se kam punuar shumë në jetë, pavarësisht se duket shumë edhe ne shesim gjithkohë Denisi, nga që duket kështu se nuk është se kisha, më ka mbajtur mirë babi, ka punuar vetë shumë që unë të mos punoj. Vërtet kjo? E vërtet, kam qenë shkollë private që në klasë parë këto gjërat, çfarë se dukem kështu sikur sa ka vuajtur ky njeri. Jo, shkova që të vuaja. Edhe kur u ktheva, kuptova shumë gjëra, plus që doja të bëja edhe këtë gjën. Okej. Nga një moment I errët, po, më kujtohet edhe kur isha atje në atë katin e dytë të atij tragedit, fillova po shkruaja. Isha vite pa shkruar. Jo, zinte era e halës. Mirë më ka zënë në fakt. Po nuk e kuptova çfarë po më ndodhte. Isha me një koleg, me një halexhi tjetër. A që një qunë një serb. Mirë shumë serb. Arançane që lavdron dhe grekët. Edhe në nuk e di isha kështu kur po më flihet, e tha po të ka zënë më bërka që ishte nga që tundet apo nuk kam vjell ndonjëherë. Nuk e kam aq të keq stomakun. Jo, unë nuk mund të kem për kështu udhime shumë të shkurtra me këto anije turistike që shkoj nga një vend tek tjetri, po nuk e imagjinoj dot të bëj shumë orë udhtim me traget, për shkakun më duket e tmerrshme. Sidomos në erën e halës. Jo, pastaj është akoma edhe më nuk është aq keq, jo. Marokenë shumë. Jo, po me vërtet kur kthehesha edhe rria po mendoja për shkrimin e kur erdha e kisha mendjen që okay, unë do lexoj të shkruaj se këtë kam bërë kur isha I vogël, e humba rrugën kur e humba. Pastaj e pa që nuk mund të bëhem shkrimtar se nuk ka buk, edhe kam sens humori, thash po bëj diçka tjetër, po u tregoj njerëzve me gojë. Gjërat e mia në mënyrën time. Super pra. Tani. Përveç se mizogjin, je edhe pak racist? Mizogjin? Bëj shaka unë, kështu pa nuk jam në fakt asnjë nga dy. Bravo. Çfarë? Ajo që urre. Jepi. Pa as do bëjmë këto shaka. Bëj emisionin për të kryer kështu. Çfarë muzikë dëgjon zakonisht? Të funit më. Kam pyetur njërin e ku më tha këtë të funit e urreva me shpirt, e përçmova. Se? Po budalla, e kupton sa budalla duhet të thuash gjë të funit. Më pëlqen, ku di, jazzin e kam shumë qejf. Okej. Miles Davis, këta, Chet Bakerin kam qejf. Gjë grupet e vitra kam qejf Fleetwood Mac.
The Smiths janë grupimi i Pra preferuar. po se të rikujtojnë ato kohrat e jetës së mëparshme. Jam shpirti i vjetër shumë. Denis, shkojmë për pak muzikë dhe rikthehemi më një herë.